Ngacmoi seksualisht 21 vjeçare në spitalin e Korçës, ja kush është mjeku Nikola Nunka, i cili u pezullua nga detyra deri në përfundimin e hetimeve. Personi që shihni në foto është mjeku kirurg Nikola Nunka, i cili ngacmoi seksualisht 21 vjeçare në spitalin e Korçës. Aktualisht 82 vjeçari është arrestuar nga policia, ndërsa është pezulluar edhe nga detyra deri në sqarimin e situatës dhe përfundimin e hetimeve. Kallëzimi në polici për mjeku Nikola Nunka është bërë vetë nga ereja. Ereja ishte dërguar në urgjencë për shkak të dhimbjeve të barkut e të vjellave, ndërsa pas kontrolleve mjekësore është vendosur që të kryejë ndërhyrje për apandesit. Sipas kallëzimit të saj, thuhet se mjeku Nikola Nunka e ka ngacmuar seksualisht duke e prekur në pjesë intime me pretendimin e kontrollit mjekësor. Pas kësaj ngjarje ka reaguar dhe babai i vajzës, i cili deklaroi se ka ardhur nga Gjermania dhe ishte i shqetësuar për shëndetin e të bijës. Ai tregoi se mjeku, pasi kishte aplikuar kremin të re, kishte tentuar ta puth. Babai ka apeluar për drejtësi, ndërsa shprehet se nuk ka shumë besim.